Do më thonë, dakord, se që po thot profesori, Ramabaja, po thot që meq rrethonat jenë të tilla çfarë janë në Kosovë, ti mundesh edhe me mbështet pazarin mëngjes edhe me e shon mramje. Jo, s'pe shaj. Sa po e shajte? Ja. Që the koha e pazarit ka përfundu. Ky është sinjali që po na jep Albin. Që në pyetjet e Imerit me plot të drejtë e pranove që ti e mbështet pazarin se thuhet që se njerëzit ta. Sepse unë e njoh realitetin. Dhe ne po shkojmë krizë pas krize, ti po thuaj çfarë po thot Ramabaja, sipas mendimit tim. Ramabaja po thotë që unë jam i mrim, do me thonë unë e kam, si me thonë kështu, dijen ezoterike, edhe jam jashtë kësaj shoqënie, mirë po e kuptoj që kjo shoqëni është e përbërë nga njerëzit primitiv dhe rrjedhimisht unë kësaj shoqënie primitive pas primitivitet më i dhënë. Ndërkohë që unë e di që kjo primitivitet nuk është mirë, po s'ki çka jo bën. Dakor, mundesh me menu kështu. Nëse fusi dush ti. Nëse, po dhe unë thash sipas mendimit tim, sipas leximit tim. Nëse mendon ti që kjo shoqëri primitive nuk din ndryshe përveç pazare, nuk mundesh me shpallë përfundimin e epokës së pazareve, përveç nëse e shpallë përfundimin e epokës së primitivizmit në shoqërinë tonë. Sipas teje, kjo pas ka ndodhur sonte. Unë se kom pa. Po, nashta e ki mirë. Tash, të kalojmë te temat më të rëndësishme se sa devijimet e mos e kaloj çështën e pazarit, se ti je pazarxhi dhe thuje ç'është bëhet qeveria, pra ndryshe pa pazarxhi. Po. Ka. Në kuptimin se ti po insiston që marrëveshja do të bëhet me çdo kusht. Kur unë po ri, por më kom shit në pazar Shalçin Niko. Po, është vërtet. A peshe do të thotë në krijimin e karakterit lëndë. Jo, mendoj që është punë ndesh, me shit pazar. Jo, mendoj që nuk ka kurrë të keqe me shit pazar. Ma mirë se me shit pallavra. Ma mirë me shit boston se pallavra. Ja, bostoni është më i keq. Ajo si po thu ma mirë pallavra, me shit atje. Se ti ja shet për pjekurin. Pra, më u kthy temës. Ja më shon pas bostonit kështu dhe deli pa pjekur pastaj. Ja shet për pjekur. Jo, ato me mishtëritë zgjedhshin vetë. Për shembull, më pas mu me zgjedh analistët, mu ty s'kisha zgjedh kur. Me kokon e ty vetë. Ka zgjedh normali, i ke dali papjeku çapo. Tash këtu, atë ka vjerë me rrezik, a ke po gjykoj të tjerë. A ke po çu shta poja ta bazar, thot ndash me ble se unë në ta nuk jam. Ka mundsi publiku me vlerësu se cilin sot pjekur dhe pa pjekur. Absolutisht. Unë veç e mendimin tim, absolutisht. Unë nuk si pasoj që shtetarët e Kosovës mendoj njëjtë si kurone për Stati Ramabaja, absolutisht jo. E as insistoj. Sepse do të them, ka dhënë konfështime me ndu njëjtë gjatë. Po tash ti kthehemi temës. Mandatori i ri apo do të ri? Kjo pyetje kështu gati se hamletiane. Që na, domethënë e kemi diskutuar pak edhe më radh, edhe po bën tash me përsërit disa gjëra. Në atë që shihet në publik, objektivisht, përfshi deklarimet e aktorëve kryesor, jo vetëm të partive udhëhecit, pra të LDK-s, të PDK-s, AK-s, nismës dhe të tjerëve, po edhe të lëvizjesve të vendosjet, përfshi Albin Kurtin dhe Glauko Njucën, nuk ka ndryshuar kur gjë në terren. Kuptimin e shtimit të votave për kryeministër. Albin Kurti dje tha, 56 i ka minimumi, do me thonë që kjo start, ma poshtë se këto nuk bjen. A mundet me pas të ma shumë, nashta dhe mundet.